Në përmbushje të detyrimeve ligjore lidhur me përshtatshmërinë apo aftësinë e kandidatëve për të certifikuar, KQZ nëpërmjet zyrës do të dorëzojë në disa institucione kërkesat e veçanta së bashku me listën e kandidatëve që duan të certifikohen për pjesëmarrje në zgjedhje me qëllim të verifikimit të tyre nëse janë në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në qëllim të zbatimit të këtij neni, KQZ u dërgon shkresë disa institucioneve për të vërtetuar nëse ndonjëri nga kandidatët nuk mund të certifikohet si kandidat për pjesëmarrje në zgjedhje. Këshilli Gjyqësor i Kosovës është një prej institucioneve që KQZ-ja do të kërkojë verifikim të kandidatëve. Në nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme theksohet se kandidat nuk mund të jetë një person nëse është dënuar në 3 vitet e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Prandaj, me qëllim të zbatimit të këtij përcaktimi ligjor, do të kërkojmë nga KXK që të verifikojë listën e kandidatëve nëse ndonjëri prej tyre nuk është në përputhje me këtë kufizim ligjor.